S'kemi se si shmangim të fillojmë me ju, zënja Musliu, dhe me ngjarjen që po vazhdon të diskutohet shumë. Pra spari, a u morë vesh se çka ndodhi, jo, do të flasim edhe për mbrëmjen, për ditën. Pra kemi verzione, kemi dënim të rastit, sidomos nga lëvizja vendosje, për edhe aktor të tjerë që flasin kundër dhunës dhe mohim nga zoti Lushtaku se ka qenë i përfshirë drejt për drejt vetë. Çka dim sot? Sa i përket ngjarjes kur ka ndodhur rasti, unë nuk jam as kompetente të flas për shkak se sikur ju edhe unë e kam kuptuar nga mediat, nuk kam qenë në vendin e ngjarjes, nuk kam qenë dëshmitare e rastit dhe nuk kam çka t'i shtoj asaj çka është thonë deri me tani. Thjesht atë pjesë unë mendoj që duhet merret drejtësia dhe duhet ta thotë fjalën e fundit drejtësia. Unë konsideroj që ka provat e mjaftueshme për t'i dhënë drejtim kësaj pune, sidoqoftë. Sa i përket dënimit të dhunës, edhe unë e kam dënuar dhunën edhe atë ditë dhe dënoj çdo ditë, pavarësisht nga cili tabor vjen, nga kush e shkakton. Jam kundër dhunës në çdo aspekt, ndaj çdo lloj dhune, qoftë ajo në baza politike apo çfarëdo konotacioni tjetër. Por sa i përket ngjarjes gjatë ditës kur ka ndodhur, nuk kam informacion se çka ka ndodhur. Krejt çka kam pa e kam dëgjuar në media, domethënë vetëm mund me i përserit ato çka janë thonë. Tashmë drejtësia ka marrë rastin në dorë, ja lam drejtësisë. Mirë, do ta shohim një video shpejt për atë që keni deklaruar pastaj me 15 maj në Skenderaj, është video numër 3, do ta diskutojmë pastaj. Po mirë mrama, jam nga Nimete Musliu në telefon. Po ju thras nga Skenderaj, aktualisht jam para stacionit policor me shumë qytetarë të Republikës të Kosovës, qytetarë të Skenderajt që kanë dalë në rrugë, sepse janë të shqetësuar që në Skenderaj ka pranit madhe të njësisë speciale të policisë Kosovës. Erdhëm në stacion policor në Skenderaj me marrë informacion pse Skenderaj është rrethu me njësi speciale, por na thanë që duhet të informohemi në Mitrovic. Prandaj, unë jam duke folë në interfon dhe janë edhe mediat prezent këtu edhe qytetarët po presin një përgjigje me ditë arsyen pse është rrethu Skenderaj sonte me forcat shumta të njësi speciale. Një moment të ndërume që ndroni në linjë, Faleminderit. Që më i me t'ju ofru edhe t'i jap informata. Faleminderit. Po ju ndëgjojmë? Një pjesë, njësi speciale që janë në Skenderaj e kam veç plan operativ për shkak që është vera tu afru edhe ka ma shumë qarkullim të automjetër. Nuk është kur që më shqetësu, munën e më shumë. Dëgjoni, kjo është talje me qytetarët e Skenderajt dhe nuk kalon kjo talje. Nuk është fa ju, ty ta kanë jep detyrën me thonë këtë fjali, po kjo është turpi maj madh që mund ndodhë. Albin Kurti